Dhuna me bazë gjinore vijon të mbetet një fenomen i përhapur dhe shpesh i padukshëm pasi jo të gjitha rastet raportohen pranë institucioneve ligjzbatuese. Në shumë raste viktimat kërkojnë ndihmë fillimisht në qendrat shëndetësore, duke i kthyer këto struktura në pika kyçe për identifikimin e hershëm të dhunës. Për t'u përgjigjur kësaj situate në Lezhë është vendosur një protokoll i ri pune që synon evidentimin dhe referimin në kohë të rasteve të dyshuara. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor ka trajnuar stafet mjekësore në të gjitha qendrat, duke u dhënë atyre mjetet e nevojshme për dalluar shenjat e dhunës dhe për të vepruar sipas procedurave të përcaktuara. Përfaqësues të institucioneve vendore theksojnë se deri më tani ka pasur pak raportime nga vetë strukturat shëndetësore, pavarësisht se ato janë shpesh kontakti i parë i qytetarëve me sistemin publik. Sipas tyre, zbatimi i këtij protokolli pritet të rrisë ndjeshëm numrin e rasteve të identifikuara dhe të përmirësojë reagimin institucional. Atëherë, sipas statistikave, kjo që sapo ju thatë që numri i dhunës në bazë gjinore dhe dhunës në familje është shumë i lartë dhe statistikisht raportimet në polici janë thuajse zero të paktën nga personeli shëndetësor. Dhe si rezultat i kësaj, Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Lezhë ka vendosur t'i kushtojë një rëndësi dhe vëmendje akoma më të lartë, duke rritur ndërgjegjësimin e stafeve shëndetësore, mjek, infermier, punonjës social dhe psikolog, të cilët ne i kemi në qendra shëndetësore. Dhe duke rritur këtë ndërgjegjësim mbi protokollet e dhunës në bazë gjinore që ekzistojnë për mjek dhe infermierët, ne synojmë që të rrisim edhe ndërgjegjësimin që komuniteti të bëjë raportimet dhe të ketë një besueshmëri që këto raportimet t'i lë gjurmë tek personeli shëndetësor përmes disa formularëve që me të drejtë ligjore kanë që çdo grua, çdo femër një herë në vit, në momentin që bën një vizitë në qendër shëndetësore, të plotësojë këtë formular. Dhe nëse në këtë formular, i cili është formular i dhunës në bazë gjinore, është regjistruar që gruaja paraqet që ka shenja që bashkëshorti ose një familjar paraqet dhunë ndaj saj apo presion etj. Atëherë gjykata dhe prokuroria i shqyrton këtë dokumentacione me kërkesën e prokurorisë dhe këto dokumentacione i shërbejnë si bazë më pas që personi i cili është dhunues të marrë një dënim ashtu siç është e parashikuar nga ana ligjore. Bashkia Lezhës nëpërmjet koordinatorit dhunës dhe njësive administrative po punojmë fort ngushtë ta kapim në mënyrë sa më të hershme situatën e dhunës, pa në agravoar në dhunë fizike apo qoftë edhe në situata më të vështira. Kështu që ne mendojmë që situata në Lezhë, në zonat rurale, edhe pse janë informuar më shumë ka dhunë atje, por Lezhën më shumë e kap situata dhunës në komunitetin rom dhe egjiptian, pra komunitetet e pafavorizuara, të cilat sado që të informohen përsëri ato ngelin atë situatën e vet të komunitetit vet. Por mendoj që të gjithë pjesëtarët e turezës teknike kanë bërë punë, por kemi edhe shumë punë për të bërë në vazhdim për të mbrojtur çdo vajzë, gru, djalë apo burr që ka nevojë për mbrojtje. Nisma me protokolle specifike për identifikimin e rasteve të dhunës me bazë gjinore, po zbatohet me mbështetjen e Bashkimit Evropian në kuadër të projektit Përparimi i barazisë gjinore përmes mbikëqyrjes dhe raportimit, i realizuar nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim në bashkëpunim me Together for Life dhe Institutin e Kulturës Rome në Shqipëri.